Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është rezervuar që të jap komente në lidhje me pretendimet e mashtrimit të një kompanie nga Gjilani në lidhje me dronin skifter, por thekson se është i hapur t'i dëgjojë kritikat atëherë kur diçka nuk ka qenë ashtu siç i është prezantuar. Unë kam vizituar me qindra kompani anë mban Kosovës gjatë këtij 4 vjeçari, nuk mund të them se mund t'i di hollësitë e secilës kompani, mirë po natyrisht që unë jam i hapur t'i dëgjoj edhe kritikat atëherë kur diçka nuk ka qenë ashtu siç më është prezantuar. Por duhet ta keni parasysh se, kur vjen te aspektet e hollësishme teknike e profesionale, nuk mund t'i di paraprakisht se cilat janë ato saktësisht për secilën kompani, tha Kurti para mediave, teksa pati një vizitë në odën e mjekëve të Kosovës. Kryeministër, si ndodhet që keni vizituar një kompani të dronëve e cila nuk është e licencuar dhe tashmë se Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar që kanë filluar hetimet për ato? Unë kam vizituar me qindra kompani anë mban Kosovës gjatë këtij 4 vjeçari, nuk mund të them që mund t'i di të gjitha hollësitë e secilës kompani, mirë po natyrisht që unë jam i hapur që t'i dëgjoj edhe kritikat atëherë kur diçka nuk ka qenë ashtu siç më është prezantuar, por duhet ta keni parasysh që kur vihet te aspektet e hollësishme teknike e profesionale nuk mund ta di paraprakisht se cilat janë ato saktësisht për secilën kompani. Pamjet e publikuara ditë më parë nga testimi i dronit kosovar skifteri K1, i cili sipas prodhuesve demonstron aftësi goditëse me rrezeveprimi deri në 1000 km, ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke vënë në pikpyetje autenticitetin e videos. Lidhur me këto pretendime në emisionin Debat Plus ka reaguar Ridvan Aliu, prodhuesi i dronëve dhe përfaqësues i kompanisë që qëndron pas projektit skifteri. Ai ka mohuar kategorikisht akuzat duke theksuar se droni është ndërtuar në Kosovë nga studentët vendas. Sa hyra në Kosovë ende mantili nuk e hoqa, i pash mesazhet dhe u ndala në një vend. Po thonë që është fake news, por skifteri K1 është ndërtuar në Kosovë nga studentët tanë, nuk është vetëm një prototip, por një numër i madh i tyre. Testimet do të vazhdojnë çdo muaj, tha Aliu. Sipas tij, videoja e publikuar është autentike dhe është realizuar nga ekipi i kompanisë jashtë Kosovës, por jo në Kinë, siç është aluduar në rrjetet sociale. Është një video autentike e ekipës sonë jashtë Kosovës, nuk është video kineze, theksoi ai. Aliu shtoi se kompania që ai drejton ka mbi 100 punëtorë dhe funksionon përmes disa entiteteve dhe më shumë se 9 kompanive të ndryshme. Me cilën kompani punojmë në projekte të caktuara është çështje tjetër, deklaroi ai. Ndërkohë i pyetur nëse testimi i dronit është kryer në stadiumin e Kamenicës, Aliu e mohoi një gjë të tillë. Ai sqaroi se Ministria e Mbrojtjes së Kosovës nuk është njoftuar për testimin, pasi ai është realizuar për një klient jashtë vendit. Testimi është kryer me një klient tonin jashtë Kosovës, për shembull droni Vital do të testohet në Bashkimin Evropian. Ai është ndërtuar këtu dhe nesër do të publikojmë një video që tregon se si ndërtohet një fluturake më e sofistikuar se sa skifteri K1, e cila do të testohet në një nga shtetet e Bashkimit Evropian, tha Aliu, duke shtuar se nuk e di se nga po merren informacionet e pasakta që po qarkullojnë në rrjet. Ai theksoi gjithashtu se kompania nuk e bën publik vendodhjen e klientëve me kërkesë të tyre. Klienti nuk dëshiron të bëhet publik. Kjo video është bërë për të demonstruar aftësitë e dronit dhe për t'u prezantuar kandidatëve të tjerë potencial, prandaj edhe vendosa ta publikoj, shtoi ai. Po ashtu i pyetur nëse droni skifteri K1 është shitur në një shtet aleat apo armik, Aliu shpreh se kompania bashkëpunon vetëm me shtetet mike të Kosovës. Ne gjithmonë merremi me shtetet aleate të Kosovës, nuk merremi me shtete armike, përfundoi ai.